O, pas ka ardhë. Se unë po bëj pregatitje për palestër, por kombëtare shqiptare mini futbollit po bën pregatitje për Europianin dhe ka një miqësore me Kosovën për herë të parë. Ta shohim çfarë po ndodh aty. Po shikoni këtu dy portierë, e dini shumë mirë, portierin që shikoni dalloni nga Fanella dhe një portier tjetër që është pensionuar që 20 vjet sa ashtu erdhi rrethanat. Ti nuk pusove gol apo? Jo, normalisht. Rival. Kush portieri tjetër? Është sulmuar. Pse nuk është kush portieri? Pas ka ik portieri. Jam me lojtarin më të veçantë që ka parë burimin. 2-3 veta aty të paragjykuan, thanë i paska ca kile tepër për të luajtur, po ti e vërtetove që luaje mirë dhe me kile tepër, apo jo? Amo kjo pasuni. Pasuni është. Shiko, ti e tregove fushën nuk ka rëndësi. Pak të soka nuk ka rëndësi. Hera parë që Kosova ka një ekip mini futbolli, apo jo? Po. Çfarë emocioni është periudhë luani dhe ndeshja e parë me Shqipërinë, miqësore? Shumë emocion pozitiv, sigurisht kur luam me Shqipërinë. Krejt e dimë sa ndeshje interesante. Ne na jena në shpitone. Patjetër. Do thonë nuk na bën neve që luajnë në Shqipëri, po jena në shpitone. Shqipëria është e madhe dhe Shqipëria është e jote. Sa po dole nga loja, shkoj akoma që del lavull nga koka, kështu që i bie që i lodh. Por kjo intervista nuk ka emocione për këtë besoj. Shiko, vjen në Shqipëri luhet një turne mini futbolli për herë të parë në vendin tonë. Ju keni luajtur, keni dalë mirë dhe në botror dhe europian. Tani ka një përgjegjësi më tepër kur vjen dhe luhet në Tiranë ndoshta. Sigurisht. Është presioni se jemi në shtëpi, është presioni i tifozëve, por besoj që do ja dalë. Unë nuk e dija që Kosova ka marrë Vedat Buriqin, Vedat. Po duket si Vedati në moment po. Okej, ngjake pak me Vedatin. Numri 9 po. Flokët bishti ke, çfarë thëm tjetër? Çfarë emocioni është për ty të luash te kombëtare mini futbollit te Kosova? Emocion i madh. Kemi një europian që luhet në Tiranë këtë vit. Një emocion për ju që luani për herë të parë në europian dhe për herë të parë europiani mbahet në Shqipëri për më tepër. Po. Vetëm po. Mjafton kjo përgjigje merrni vesh vet. Kemi një europian i cili vjen në Shqipëri për herë të parë. Tani Shqipëria ka dalë goxha mirë tek europianët e tjerë, por ka një përgjegjësi më tepër kur vjen në shtëpinë e vet, apo jo? Patjetër. Ndeshjet fushën tonë janë gjithmonë më të vështira, sepse ne kërkojmë të marrim gjithmonë maksimumin dhe çdo ndeshje lozim për ta fituar. Siç thuajmë ndeshjet e tjera, po ku ka një interes tjetër edhe nga ana jon japim më shumë. Ndoshta kjo shpresoj mos na kthehet në formë presionit te lojtarët. Shiko, kapiteni është gjithkohon duke drejtuar ekipin. Është një trajner më vetë kapiteni, ju e dini. Kapiten, burimi numri 10 më tha, është lojtari më i mirë, tha, 3 herë kampion, pra po të bënte një CV, po të përshkruaj goxha mirë. Je lojtari më i mirë i ekipit e pranon? Ka dhe më të. Me diplomaci pak. Bëhet një turne mini futbolli që mbahet në Shqipëri europiani. Kosova vjen luan për herë të parë te turneu mini futbollit. Dy emocione bashkë besoj, po jo. Si ndjeni? Është shumë kënaqësi për shkak se bëhet kampionatin këtu në Tiranë, në Shqipëri. Edhe është për herë të parë që Kosova merr pjesë, domethënë këtë garë edhe dy emocione bashkë. Çfarë emocioni është që ti rikthehesh te fusha e blerë, të luash me fanellën e Shqipërisë, por këtë herë tek mini futbolli? Jam shumë i lumtur, pasi çdo herë ka qenë kënaqësi ti mbaj këtu ngjyra. Dhe jam shumë i kënaqur. Po. Tani ti mini futbollin e njeh se në Gjermani më duket luan mini futboll, apo jo? Po, jam të lu që afër 2 vite te Icon Liga. Dhe më pëlqen futbolli i vogël, kështu që flokët si Luka Modric, vetëm numrin ta ka marr Burimi më duket. Numrin e ka marr Burimi sot, po nashta për lojën tjetër e bojnë një 3 me marrë. Okej, e ndroni. Hera parë që po luajmë sot në Soka, në mini futboll, kështu që ju falenderojmë Soka Albaniës që na kanë ftuar, domethënë për këtë ndeshje miqësore. Do të kemi lojtar ndoshta të njohur nga futbolli që ka luajtur me kombëtare apo lojtar që ka luajtur në Super League që do të afrohen tek ekipi, e parashikoni të ketë? Po, domethënë kemi pas disa bisedime me disa lojtarë shumë, domethënë që kanë luajtur edhe në kampionatet më të forta, domethënë të Evropës. Kështu që jemi në bisedime, edhe së shpejti domethënë do t'i bëjmë edhe ato, do t'i afrojmë edhe ato ata lojtarët me famë që kanë qenë edhe ende luajnë me futboll aktiv. Nuk mund të lëm pa përmendur që kemi hyrë muajin mars dhe kombëtarja e madhe, kombëtarja po pretendon të shohim botror. Shpresoj që të arritin të kualifikohen. Besoj deri tani janë të bënë një punë shumë të mirë dhe kam besimin që do të kualifikohen. A ka peng Valdet Rama që nuk luajti dot një europian me kombëtare? Po të thënë drejt, normal ka qenë ëndër, pasi në lojët kualifikimi kam qenë pjesë e ekipit, po fatkeqësisht nuk kam qenë në Europian. Po prapë kam qenë fans dhe kam shiju, domethënë, dhe shpresoj tani që do të luajnë maj
në mini futboll. Kemi tek një europian tjetër pra. Kështu që gëzohem shumë. Sot jemi rreth 2 muaj, 20 ditë ndoshta diçka e tillë deri në europian. Ajo që ne kemi kërkuar është gjithsecili prej çunave duke pas parasysh që ne jemi futboll amator. I kemi kërkuar që të fillojnë të krijojnë një kondicion tjetër fizik nga ai që kanë aktualisht. Edhe kampionatet shqiptare janë futur në fazën, po themi, drejt finaleve, pra janë drejt përfundimit të gjithë kampionatet, si kampionati 99, si kampionati 5-5, pra jemi drejt fazës përfundimtare. Ajo që kërkojmë ne me ngulm, sidomos pjesës ekipit kombëtar, pra lojtarëve që janë pjesë e ekipit kombëtar, është të bëjnë kujdes me dëmtimet, sepse është një fazë që duke shkuar drejt finales, mund të shkojnë drejt dëmtimit. Bëhet dhe loja pak më ashpër tani. Bëhet më ashpër patjetër, edhe duhet të kenë kujdes që në europian të jenë në formën më optimale. Besoj e ke ndjekur Shqipëria ka ecuri goxha të mirë te soka dhe ka pretendime të larta tek europian. Kosova ku i ka pretendimet me ekipin e ri që do të bëjë? Por ne është shumë më rëndësi pjesëmarrja. Po mirë, po kur marrim pjesë në kampionatet evropiane dhe rezultatet i kërkojmë. Kështu që për neve do të jetë gjysmëfinale, pse jo finalja me Shqipërinë. Finale me Shqipërinë. Finale Pa me ty kush Shqipërinë fitoi? do të ishte tortja që është mbi torte. Apo kush do të fitojë aty është një lloj. Kosova, Shqipëria, njëjtën. Siç kemi bërë më përpara, ne i marrim shkallë. Kalojmë grupin, pastaj vazhdojmë tek ndeshje, shkojmë deri ku duhet për më shku. Falenderoj dhe takohemi 20 maj tani apo ka koha përgatitje tjera? Kemi tjera prapë, do shkojmë Kosovë, presim Gjermaninë, presim Italinë, kemi Paska, do takohemi prapë. Hajde, shëndet. Një finale Shqipëri-Kosovë e kishe menduar? Se ka mendu, po tash po e mendoj. Si duket? Në funditet gjithë për fituar lozin. Nëse Shqipëria do i duhen lojtar, për shembull, shkon finale e duhen lojtar, do ishe i gatshëm të kalohet te Shqipëria për finale? Gjithmonë nuk kisha luajt për Shqipërinë para Kosovës gjithmonë. Synimet tona kanë qenë gjithmonë të arta dhe këtë radhë ashtu do jenë. Megjithatë, nuk duhet të marrim me shumë entuziazëm, do të jemi me këmbë tokë, marrim ndeshjet një nga një, kalojmë fazën e grupeve dhe pastaj ndeshje pas ndeshje gjithmonë fokusi te fitoria dhe pse jo të arrijmë deri në fund. Shpresojmë edhe ne si Shqipëria të shkojmë deri aty. Po mujtëm edhe më shumë. Me orët e reja që kemi marrë, jene shumë të fortë. Dhe besoj që ne do të hymë për me marrë vendin e parë. Kundër nonës, nuk mundna më thonë që Selina kundër nonës, po është një emocion i papërshkruar. Në shtëpinë tuaj, luani në shtëpinë tuaj gjithmonë. Po, sidomos Allah himni kur u knu. Mezi e presim të vijë 20 maj.